Kryeministri Rama ka debatuar me një qytetar në takimin që po mban në ish uzinën e autotraktorëve. Ky i fundit u ankua se edhe për të bërë një kotec pulash, inspektorët kërkojnë shumë të mëdha parash. Rama i tha se duhet përmend emra dhe së bashku do denoncojnë këtë rast korrupsioni. Rama ju drejtua duke i thënë se do të bëhet personazh në përlajme me këtë debat që zhvilluan, ndërsa shtoi se edhe pse demokratët janë të vështirë, do ta bëj pjesë të partisë së tij. Ne jemi banor të kësaj zone. Rrugët gropa, legalizimin e kam bërë vetë, se ka bërë as PS dhe as PD. A ka mundësi të na ndihmoni për rrugën që të mos rrim duke ndërruar goma se shihet vetë? Edhe diçka, një moment që do të bësh një kotec pulash, të vjeni KMT-ja, policia bashkiake dhe e rendit, dhe nuk vinë në zbatim të ligjit, por vinë 5.000 njëri e 5.000 tjetri, por edhe 20.000 euro, tha qytetari me gjithë sinqeritetin që e karakterizoi. Këto llafet në havas më pëlqejnë, u përgjigj Rama. Nëse të vjen dikush dhe të thotë atë që the, duhet ta denoncosh, sepse ndryshe nuk mundet të funksionojë kjo punë që të flasësh kështu në hava dhe t'i ngarkosh të gjithë me përgjegjësi. Unë nuk e përjashtoj se ka individ të tillë, por kur thua policia është e madhe, se janë 9.000 vet, s'mund t'i ngarkosh me fjalë në ajër. E dyta, zotria jote ka ndërtuar paleje. Po t'ishe vetëm ti që ke ndërtuar paleje, do ta kishim zgjidhur, por nuk je. Dëgjoj këtë historinë e legalizimeve. I kemi bërë ne dhe jo ti. Po t'ishin të gjithë njësoj, do ta bashkojmë humorin dhe do t'i shkojmë deri në fund. Nëse ai të ka kërkuar të paguash, do të paguaj, por ti do të tregosh se kush është. 270.000 legalizime janë për deri tani. Kanë qenë vetëm 21.000 në Tiranë dhe kudo në përlagje e zona që nuk janë si duhet. Nuk e diskutoj, por ama sot zotria jote je shumë afër Tiranës, ashtu si duhet se ke akset kryesore për bukuri që të kanë ardhur tek dera e shtëpisë. Unë e di që ty s'të duhen se për këtë ke ardhur edhe në takim, por jam i lumtur se bëjmë debat. Ti ke ardhur, ke bërë një ndërtim paleje dhe kërkon llogarisë aty tek ndërtimi paleje, nuk ka 5 metra rrugë. Ndërkohë që akset kanë lidhur gjithë lagjen, nuk të duhen, por ama më duhen mua, të gjithëve, qytetit, ekonomisë dhe zhvillimit. Nëse nuk do t'ishin bërë ato akse, ky transformim këtu nuk bëhej, nuk vjen kush të bëjë investim aq madhor, ndërkohë që rruga kryesore është gjithë gropa. Deri para pak vitesh nuk vije dot këtu. E njoh mirë këtë zonë se e kaloj shpesh këtu, se unë jam katunar, jo si puna jote i qytetar. Ne do të bëjmë miq bashkë se do t'i shkojmë deri në fund një çështjeje korrupsioni. Po të shpjegoj disa gjëra të thjeshta. Tu kesh njëri i zgjuar se ke qenë emigracion, e par botën dhe e di si funksionon. E kuptoj problemin të ujrave të ndotura dhe të rrugës tënde, por ama ka një problem tjetër, këtu me sa di unë, këtu kanë një hall tjetër. Një pjesë kanë hallin si ta zhvillojnë pronën se nuk e zhvillojnë dot. Kanë hall se kanë legalizimet, por nuk zhvillojnë dot pronën. Po merr mesazh në telefon tani, të kanë gjetur fiks për këtë punë. Cila është arsyeja pse nuk duhet me e bë atë rrugën tënde? Ajo pjesa e vogël, se di ku e ke shtëpinë, më dëgjoj deri në fund. Nëse këtu do të bëhen investime publike për të mbajtur këtë situatë siç është, janë para të hedhura kot. Nëse do zgjidhet problemin që kanë pjesa dërmuese, që si ata që duan ta zhvillojnë pronën të ketë mundësi, kërkon një plan urbanistik ku të përfshihet e gjithë zonat dhe secili sipas dëshirës e zhvillon apo jo, hyn në marrëveshje apo jo. Por keni bërë legalizimin, jeni pronar. Jemi dakord se çfarë do të bëjmë ne sot deri në të ardhmen për lagjen dhe pas takimit. Unë ty do të kthej me partinë time. S'kam ardhur këtu për të bërë fushat, por do të kthej me partinë time. Do të bëhesh personazh në përlajme. Kërko tek Syri TV dhe do jesh kryesori atje. Por ti do të bëhesh me mua. Demokracia e sapi, por e sapin do ta kesh me mua. Erdhe për të më hapur probleme, por ti dhe unë do jemi bashkë në një parti që zgjidh problemet për të tjerët. Na mori kohë shumë se janë çik të vështirë këta demokratët.